Pse nuk dolën nga ana tjetër? Nga ana kur dolën pjesa më e madhe e tyre. Ishte e lirë, ishte rrugë pa bllokuar, por nuk dolën. Prandaj lind dyshimi kreti arsyeshëm, se u zgjodh pikërisht ajo rrugë e provokimit, që të prodhojë përplasje, sepse përplasjet prodhojnë pamje dhe pamjet propagandë. Dhe propaganda shet dhunën reale. Dhunën reale është në Zvërnec, është në Rio, është në Albania Fire, është patronazhiste, është patronazhiste. Dhuna është në paketa maleve, dhuna është në paketa fushave detare, dhuna është në shpopullimi. Amigos janë simboli shtetëror i gjithë revolucion. Jo një revolucion, jo simbol. Revolucion. 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 Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria kërkon revolucion. Se populli nuk ka kuptuar fjalën revolucion, e jeni ju që nuk po e kuptoni rëndësinë e këtij shasti historik. Vendospëria nuk është dhunë, shteti ka monopolin e dhunës, por shteti nuk mund të jetë edhe i kapur, edhe njëkohësisht të bëhet arbitër i frikës që prodhon vetë. Kur territori paketohet në mal, por të shitur, vendospëria e qytetarëve quhet kërcënim. Normal që kryeministri ka frikë se kur ke të bësh me hibrida, mafia, oligark, e i ke dhënë fjallën dhe populli të thotë jo. Është problem. Ku ke dhënë fjallën të kujt tjetër, zëri qytetarëve të titullohet si kërcënim. Ne nuk kërkojmë përplasje, ne kërkojmë përgjigje, ne kërkojmë Abdullah Projektin, lironi çuna, Abdullah Projektin, lironi çuna.